Jam në qendrën të Londrës, në lagjen Mayfair, në një nga projektet që prej thuajse 5 vjet e gjysmë, që prej vitit 2019 është kthyer në një lloj trendi për të gjithë botën. Natyrisht po të vini re, ka pafund njerëz që vinë për të fotografuar pjesën që po shihni përballë, dhe do ju shpjegoj pasaj çfarë është. Kjo këtu që po shihni është kisha e Shën Markut, pra një kish e ndërtuar Shën Merit, e ndërtuar në vitin 1825, 200 vjet më parë, 1828, pra ka nisur ndërtimi në 1825 dhe ka mbaruar në 1828. Po pse kjo kish është kaq e famshme? Është e famshme sepse prej vitit 2019, kur vendi me sa dukej nuk kishte më nevojë për shërbesa fetare ose e mbulohej nga kishat e tjera, është kthyer në një merkat. Pra është kthyer në një lloj merkate ku ka restorante, bare, dyqane, një hapësirë komunitare në katin e fundit dhe një terracë të jashtëzakonshme në katin e sipër, që i bie tjetë në pjesën sipërme të kishës. Unë do ju tani t'ju tregoj, shihni se sa veta qëndrojnë përballë kishës për ta fotografuar atë. Është pjesë e një plani të rivitalizimit godinave të vjetra, të cilat nuk i kryen dot më funksionet primare në godina shërbimesh. Për shembull, ish zyra e vjetër e luftës, Old War Office, OVO, siç quhet, përballë Downing Streetit në qendër të Londrës, është ndruar në një hotel Raffles me 7 restorante brenda, 2 bare, pishin dhe zyra e Churchillit dhe zyra e admiralit e ministrit të mbrojtjes është kthyer në suitën më të shtrenjtë ndoshta në qytet. Tani do ju tregoj pjesën e Merkatos Mayfairit, po mundohem t'ju tregoj se si duket. Shihni, pra kisha është ndërtuar 1825, si përshkruhet Mercado Mayfair, është edhe kombanorja e kishës me gjithë kryqin sipërfare. Kjo është pjesa e hyrjes. Brenda ka 40 dyqane, ka një numër baresh dhe kafesh, një qendër komunitare, një terracë, shifeni, e gjithë dyshemeja është siç ka qenë në ndërtimin e vitit 1825, 200 vjeçare, edhe pjesa parahyrëse e kishës, e gjitha është e shndruar me dyqane, shesin Browni, dyqane lulesh. Tash janë 40 dyqane përveç ambienteve të shërbimit në këtë vend. Kjo është dera kryesore e kishës, që sot është dera kryesore e Mercados, në fakt, dhe shiheni se çfarë pamje spektakolare të hapet përballë. Tani unë po shkoj deri përballë, pastaj po shkoj për treguar. Pra përballë është pjesa e altarit dhe pjesa e muraleve, pra freskëve të kishës, ende pjesa e kishës është e ruajtur. Shiheni, është pjesa e altarit me gjithë rrugën e vogël, dhe kur ngjitesh sipër ke pjesën e afreskëve dhe të vitrazheve, në të dy anët edhe terracat, në të dy anët është kthyer në birrari. Është kthyer në birrari, po të vëshre edhe brenda, po shoh që janë shumë bukura afreskët prapë, nuk e dia hyj dot. Dhe birraria këtu, shiheni sa pjesë e bukur është. Është fantastike. Çdo pjesë, edhe vitrazhet sipër, edhe pjesa e drurit, edhe tavani, edhe dyshemeja, janë të gjitha pjesa origjinale. Është fantastike, ti je në një kishë që sot është kthyer në merkat. Shiheni se si janë freskët mbrapa. Ndërkohë që rreth e rrotull, po ju tregoj tani se çfarë bëhet rreth e rrotull,
njerëzit shërbejnë ushqim. Do më thënë ti mund të ecësh mes njerëzve që janë duke konsumuar drekën, në anë caktuara ka edhe pjesë, do i qoj dhe sipër për ta parë nga sipër, ka pjesë shumë interesante si kjo pjesë tu për shembull. Janë sërisha freskët, shiheni. Madje edhe një varr i lashtë, edhe njerëz që po hanë. Ndërkohë po ngjiten pjesën e sipërme, e cila të çon në katin e dytë. Mercato Mayfairit, në fakt kisha e Mayfairit, shiheni. Tani po shkojnë katin e dytë. Është pak e vështirë rruga sepse janë shkallët e vogla që të çojnë në katin e sipër. Transformimi i godinave historike në funksion, po quaj të jetës sotme, është një prej problemeve më të mëdha në Britani, sepse ka pasur mjaft diskutime nëse kjo mund ndodh. Dhe shumë veta kanë merak që mund të preken vlerat historike dhe pse. Kisha Mayfairit është monument i kategorisë parë. Ja tani, pjesa e sipërme. Shiheni, edhe këtu e gjitha është ndruar në restorant. Dhe njerëzit shohin sipër. Ja dhe pjesa e vitrazhit që është, do mundohem të shkoj më afër vitrazhit për ta parë se është shumë i bukur. Shiheni. Ja pra dhe pjesa e altarit, shiheni. Dhe këtej shkohet në gjën më të bukur që pretendohet se është taraca, që nga sektori mishit. Tu jemi te burgeret. E gjithë kisha rreth e rrotull është e tillë, shiheni. Tani po shkoj në taracën tjetër që ngjitet sipër. Që shkon drejt Këmbanares, pjesa e sipërme e kishës, mban gjithë erët, aromat e gjellërave që bëhen. Është kjo taracë këtu, me Këmbanaren sipër, me gjithë godinën e kishës, me vitrazhet, dhe pjesa e vetratës vjen deri këtu, ku duket e gjithë lagja tipike britanike. Shiheni. Ja dhe Këmbanarja. Mercata Mayfairit nga kish 200 vjet më parë në Mercato në shërbim turizmit në 2019 edhe deri tani.